Një incident i rënd ndodhi në Kukës në ambientet e një shkolle që po rikonstruktohej. Nxënësi 11 vjeçar i shkollës Beram Curri në Kukës u plagos pas goditjes nga një tull e rënë nga lartësia në ambientet e institucionit arsimor ku po zhvilloheshin punime rindërtimi. Sipas informacioneve paraprake, ngjarja ka ndodhur rreth mesditës së të hënës. Nxënësi dyshohet se ka hyrë në zonën e kantierit për të marrë topin i cili kishte përfunduar në hapësirën ku po kryeshin punimet. Në ato momente, një tull e shkëputur nga lartësia e ka goditur në kokë duke i shkaktuar plagë të rënda. Fëmia është transportuar menjëherë në spitalin rajonal të Kukësit, ku ka marrë ndihmën e parë mjekësore. Për shkak të gjendjes së përkeqësuar, ai është nisur me urgjencë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë, ku po merr trajtim të specializuar. Burime për ABC News konfirmuan se i mituri ndodhet në gjendje stabël, është koshient me plagë në kokë. Ndërkohë, policia e Kukësit ka nisur një hetim për të zbardhur plotësisht rrethanat e ngjarjes dhe për të përcaktuar përgjegjësitë. Në bashkëpunim me Inspektoratin Shtetëror të Punës, është vendosur pezullimi menjëhershëm i punimeve në objekt.